Ai e pret 6 maj. A mund të sfidoj pak në këtë pikë? Po mundesh. Me një pyetje të thjeshtë, gjatë një deputet i ka qeveria e ardhshme. Është në limitet e numrave në deputet. Nëse ky do të ishte skenari kur Albin Kurti, të themi, ka terren politike, se mos ta egzagjerojmë në një term tjetër, ardhen ashtë më tha që se do të bënte një qeveri me qatë një deputet. Qysh pse do të bënë ajo këtë institucionet, jo vetë qeverinë. Bën edhe presidentin edhe qeverinë. Po, qeveria me gjithatë mbetet në gjatë një deputet, se i ka 53 të vetëvendosës dhe 7 nga komunitetet jo partitë, 8. Ti po do më thonë që mundet 1-2 me u tërheq gradualisht dhe mundet me ra qeveria. Është argument i mjaftueshëm me kuptu që zgjedhjet prapë si ka problem Kurti. Nuk mundet, nuk lejon logjika politike, ideologjike, qysh dush që e Kurtit me leju Rasim Demiri me shantazhu ato. E përmend nëse jam një deputet. Një kushdo, po. Nuk e lejon këto Kurti. Prandaj unë po të them, o gjen zgjidhje për një qeveri pak ma gjanë dhe ma gjithë përfshirëse, ose diçka të përkohshme bëhet në zgjedhjen e Çfarë garantë me pas një partner tjetër që ai nëse sprishet në jo, nuk prishet nëse ka një marrëveshje solide, ka ndarje paralele të pushtetit, sepse këtë paralele Kurti po e marr me përqindje, ka opsion krenar. Nuk do të thonë domosdoshmërisht në shkunzë dhe me ra qeveria. Jo, se kemi presidentin. Po, dytit. Unë do të më bëni një kombinim tjetër. Ka opsion për kombinime tjera se s'është shumica.